Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si fjete? Mirë, do kisha ardhur më parë, po ta dija që ai duhet të trajtoje kështu. Po vërtet shiko se unë njife me thënë të drejtën për kushte luksi, po ti erdhe kështu si pa ftesë edhe bëra si bëra. Okej, hajde. Po tregojmë e sjellshme. A fjete mirë? Fjeta në një shtëpi. Nuk e di ti shita shumë mirë. Po pa një shtëpi. Jam gati. Ecim. Pritej të kostumin ai dutes. Okej, po të pres. Sa shtëpi e madhe dhe e bukur, sa shumë dritë. Mirë se erdhe. Mund të rrisin shtëpinë time? Po patjetër se kështu i pres zakonisht hajdutet që vinë të më vjedhin gjërat. Ja ato. Sa mirë 4 orë është kjo? Tani Të bëj ca llogaritë të mia, domethënë. tani po i hy shumë detaje. Ja ato aty. Shohim në gjë, ç'a të duash. Ti këtu me Charlin? Patjetër. Kush gjë më e shtrenjtë që ke në këtë shtëpi? Like physically të shtrenjtë? Që të duash ti? Të dyja ndoshta. Tani prapë jemi të kërkuar shumë detaje. Okej. Është Santa Hermes gjë më e shtrenjtë? Jo. Jo? Jo. Ka më të shtrenjtë se kaq? Po patjetër. A ka një vend që i fsheh këto son për Hermesin erdha? Tani hajdutet vinë, kërkojnë sa metra katror, kërkojnë dhe me të Mendova se Hermesi është gjë më e shtrenjtë deri ta marr ato, po s'ka më të shtrenjtë se kaq? Me thënë të drejtën, Hermes nuk është aq e shtrenjtë sa njerëzit mendojnë. Ndoshta është krijo kjo perceptivi që është like një gjë mega luksi, po ka dhe gjëra shumë të shtrenjta. Njeriu vlerëson ndonjë bizhu, ndonjë pije, ndonjë gjë kështu. Bizhu. Ku jam bizhu? Të mbaroj punën me cilën për erdha. shembull, unë kam marrë nga dikush një dhuratë shumë të shtrenjtë që është një shishe me whisky, që është shumë e shtrenjtë se sa ndonjë çantë Hermes. Po unë s'pi, kështu që s'më hyn në punë. Unë se e kam aty dhe kur më vjen ndonjë mik të rëndësishëm, mund t'i nxjerr ndonjë gotë. Mirë, çfarë do bëjmë sot për shembull? Çfarë bën ti gjatë ditës? Okej, po mirë, po të marrë me vete sot dhe bëjmë një girls day. Unë kam menduar mbase ç'kam tregullohemi pak, të mbledhim vetëm se kemi kaluar një natë të vështirë të kështu, mendoj të bëjmë çik girl therapy. Ndoshta unë pak aty lidhur, po okej, ti ishe pak më mirë. Si e rëndume sot në mëngjes, kështu që I'm gonna take you for a treat. Të jap një gjë kështu. Pastaj mbase shkojmë bëjmë ndonjë çik shopping, ndonjë gjë kështu girlish. Duke qenë se për drek sot nuk ikim dot, so we'll go. Po, ti agjeron, është e vërtetë që po agjeron, a fal 5 vakte, nuk e di. Vërtet? Nuk e di pse i bën njerëzit duke shumë pa besueshme, po, dhe kam lexuar në portale që thoshin që pse është kaq e çuditshme domethënë. Po edhe ti agjeron për shembull. Edhe për mua se e besojnë ose e mendojnë. Po, edhe unë nuk e kuptoj tani pyetja që ndron këtu. Si duhet të duket një person që fal 5 vakte? Pra, vetëm nëse ti vjen një shami, mund të falësh 5 vakte, po unë njoh njerëz që kanë shami dhe nuk falen. Domethënë, mund ta respektojnë, po. E kam vënë për një arsye tjetër të jetës ose nga presioni i familjes, por nuk është se ndoshta janë aq praktikues ose e duan shumë. Yeah, well, you know. Nëse do ham iftarin pra bashkë. Po, do ham iftarin. Sa mirë, nice. Çohemi? Çohemi. Është shoferim. Po, tash të marrë shoferin sot, na çoj te Henry në Del Jorge, shkojmë të lyemi. Okej, dhe të na lëvizi kështu pastaj të lokacionet e tjera. Po, jemi më rehat, se sa të jemi shofer se trafiku dhe parkingu në Tiranë të bën për helikopter. Stres më vete. Për gjë tjetër. Helikopterin më. Po, e ke bërë helikopteri si autobus? Kështu më ka dalë nami. E di, unë kam qef të bëj eksperjenca dhe mendoj që është shumë e rëndësishme të shijosh jetën në maksimumi dhe kur është mundësia, pse jo, me marrë një helikopter, me helikopterin trapoj dhe me shiju një fundjavë, why not? Po, nice. Secili mendoj se secili zgjedh vetë se si do ta shijoj. Në jetoj jetën. Po, dikush ka dëshirë të blej 2-3 çantë më shumë. Unë mund të kem 1-2 dhe pjesën tjetër e harxoj për qef. Hi guys! Si s'na ka hije pra. Po skincare-in si ke punët? I love my skincare. Mendoj skincare është super rëndësishme. Unë bëj like a 5-step skincare routine çdo darkë, po është gjë më e rëndësishme që unë kam që
mbasi kam mbyll gjithë gjërat që un kam në ditë, bëj atë dushin në dark, ulem, everything shower, bëj ato maskat, vej kam një si tip mask shumë me LED, vej atë, bëj ato skincare e mia, trajtimet, flej me ato gjërat, kështu si poshtë syve, maska, dhe kur jam në mëngjes janë si zombies. Si ato që janë në TikTok me ato trende kështu. That's me. Nice. Po për ndërhyrjet estetike, për shembull, çfarë mendimi ke? Unë të kam tani afër dhe shoh që ti edhe botox, më duket sigur nuk e bën. Jo, nuk kam bërë asgjë, jam siç më ka bërë mami vet. Unë e di çam bë përshtypjes, unë ka raste që për shembull lexoj këto komente gjëra që më vijnë, sa shumë mesazhe më vijnë bë hundën. Të thon bë hundën? Yes, bë hundën, sa keq e ke hundën, bë hundën. Unë nuk prekem. Nuk e ka keq nga afër, nuk e di, ndoshta kamerat, se unë kam pasur me kamerat. Ndoshta me kamera. Më thoshin që nga afër se ke keq, nuk e di. Unë deri tani nuk kam parë kur ndonjëri që ka hundën keq, që them semra shko bë hundën se e ke keq. Mendoj secili ka ti parë që i karakterizon fytyrën e tyre. Dhe ti dukesh e veçantë, sepse hunda jote nuk është si hunda ime. Dhe nëse bëhemi gjithë me the same nose, buzë njësoj, vetulla njësoj, çfarë diferenci do kemi ne kur shkojmë në një vend? We all look njësoj. Nuk ka diferencë. Pra, hunda ime është hunda ime dhe mendoj që për fytyrën time është shumë e bukur, po. Mbase nëse ti e merr thjesht si një hund, nuk është ndonjë hund shumë e bukur, por jam shumë e lumtur dhe nuk e kam patur kur në jetën time kompleks me vendin time. It's so weird. I don't know. Sipas teje, sa mund të fitoj më shumë një influencer në Shqipëri? Do me thënë ti, nëse influencer, a mund të arrish në atë pikë që të hapësh biznes ose të kesh diçka tënden apo? Patjetër. Tani për këtë pyetje ti thu për një postim për shembull? Po në përgjithësi në muaj. Në muaj, realisht varet se sa punon, po mund ta them për shembull për një postim, mund të marrë një person tek 5.000, 6.000, 7.000 për një tek postim. Kështu që llogaritë vet pastaj se sa punon njëra apo tjetra, dikush më shumë, dikush më pak. Po. Ke pas në një bashkëpunim që ka pasur goxha lekë të mirë, po nuk e ke bërë se produkti që ka qenë s'të ka pëlqyer. Po. Më vijnë shpesh oferta për të reklamuar këto bars, klabe, jetanatës, po diçka që unë nuk e frekuentoj, në vende që unë nuk shkoj, nuk më përkasin me imazhin dhe unë çdo gjë që promovoj në profitin tim janë gjëra që unë realisht i bëj pjesë e lifestyle-it tim. Po, bën gjatë jetës tënde, po. Kështu që nuk bën sens që unë në mëngjes bëj paliçinka me reklam qumshi me djalin, pastaj bëj një skincare natyrale reklam, pastaj në darkë jam në klub në shishe reklam klubi. Thjesht nuk bën sens. Kështu që sado që pagesat mund të jenë shumë të larta për gjëra të tilla, nuk mund të promovoj një lifestyle. Një gjë që nuk e ti. Po. Po mirë, sa ka qenë çmimi shumë i madh që ke refuzuar, shumë i madh. Për një kontratë që ishte për 2-3 postime, kam patur një ofertë për 30 deri në 40.000 euro. Shumë lek. Shumë. It wasn't worth it. Okay. It wasn't worth it? No. Sepse ti jam atë kontratë një herë, pastaj nuk nuk është të vjen më bashkëpunimet e tjera, se ti e shet veten për atë një gjë dhe humb gjithë imazhin që ti ke punuar një kohë shumë të gjatë, it's not worth it. Ka ndonjë influencer ose kategori influencerash që nuk i duron dot të bezdiscontenti ose mënyra si e tregojnë? Unë për vetë kam shumë. Hajde na trego ti. Për shembull, unë nuk duroj dot ato që reklamojnë rroba fake. Po, edhe unë kam. E kape? Telepatia? Po, 100%. Edhe unë kam bezdikte, po you cannot like come around with Birkins, mbasi ke 10 vite që reklamon rroba falso. I'm like, okay, and now you want to show me your Birkin? It just doesn't make sense. Po marrëdhënie kështu me këto diset online si ke se çka kam lexuar së fundmi. Nuk kam marrëdhënie fare. Në portale. Unë nuk bëj disa online, nuk merr me disa online. Janë njerëz shumë të vogla që i bëjnë këto, njerëz që intimidohen apo I don't know, po. Unë nuk merrem, unë nuk bëj, sidomos në këtë muaj të shenjtë Ramazanit, me ne këtu i bë dis njerëz dhe I cannot. I'm in peace, No, nuk merremi me këto. Po gjithsesi si portalet flasin, komentet janë komente. Portalet na flasin edhe kur marrim frym, si mori frym kështu, unë tashmë unë thjesht i fus një ignorim, nuk merrem fare. Përpos faktit që jam shumë e zënë dhe nuk kam kohë të merrem, nuk kam kohë, as nuk më intereson dhe nuk du të prish atë qetësinë tënde, mirësinë dhe lumturinë që un kam në jetën time me këto gjëra të tilla, secili i bën gjërat nga inati vet, ku di un për çfarë, po not my problem. Un jam okay.
me çdo gjë, qefin tim, me veten tënde. U vëm gati dhe shumë të bukura. Mirë, po s'më the, vlera më e madhe që ke për shopping, cila është? Shiko, unë nuk do të them vlerën, po unë them, shkojmë shopping bashk, edhe unë do të them ty sot, stop kur të arrim të limiti. Okej, ka Dhe ti ble edhe unë, edhe ne. Okej, shofim. Shpresoj mos të ketë një limit. Ikëm. Me që është ditë gocash, ne vendosëm që tani ta marrësh makinën vetë dhe ta shijojmë vetë. Tash flasim më rehat kështu, vetëm ne të dyja. Faleminderit që po më respekton se dhe 1 milion banor të tjerë, njerëz të tjerë shqiptar. Faleminderit shumë që po më respekton se në çdo episod marr unë makinën, edhe me çuna e kam marrë unë makinën. Me vërtet? Okej, po mirë, sot që kemi ditë veçantë. Unë kam qejf ta marr makinën. Të pëlqen? Ja vet, po. Unë këtu në telefon kam ca tituj portale shumë interesant që jam folur dhe stërfolur dhe përfolur për ty. Oh, okej. Me veshje luksoze në Big Brother, Francesca Murati sqaron të vërtetën e rrobave të shtrenjta. Janë të shoqeve dhe ka 763.000 shqiptarë që e kanë klikuar dhe e kanë parë këtë video. Je brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Njerëzit mendojnë që unë do dilja nga Bigu, do shkoja te garderoba, ti merrja rrobat, ti zgjidhja dhe të pusja prap në shtëpi. Po kush nuk do merrte në video me këtë punë, kështu që është budallik realisht. Cila është vlera më e madhe që ka kushtuar një veshje në Big? Okej. Veshjet në Big, mund të them nata finale që ishte outfiti 100.000 euro, jo, ishte mbi 100.000 euro, ishte vesha më shtrenjtë se sa çmimi i madh. Sa do thoja, po ti s'pas ke shku për të fituar Bigun çmimin? Jo, unë nuk është se ishte synimi im fitoria, synimi im ishte eksperienca dhe besoj mora më të mirën asaj gjë se Bleu shtëpi në Tiranë, ndjekësit shpërthejnë ndaj Francesca Muratit, ku i more 700.000 euro. Dhe kjo ka plot 1 milion shqiptar që e kanë klikuar. Po 2 pikë ca klikime ka marrë te profili im, kështu që edhe këtë pas kam përfituar, pse jo. Ka qenë një ndër gjërat që është bërë shumë virale nga gjithë kontenti që kam bërë këto kohë të fundit. Dhe nuk e kuptova kur se si pse u bë kaq virale, domethënë që dikush të blej një shtëpi dhe ose të marrë një shtëpi ose të bëjë diçka me jetën e tyre dhe të bëhet kaq virale. Po mirë, ndoshta edhe nga vlera se 700.000 euro sa është përcaktuar dhe kanë folur. Po, ajo është një kompleks i tërë me të cilin ka banor. Kështu që nuk është se bleva unë ose bëra unë diçka që nuk ka bërë asnjëri tjetër, që për të qenë kaq çuditshëm. Okej, Francesca Murati thot në lidhje të re dashurie, lule gjigante ndezin rrjetin, 2.3 milion klikime. No comment, kjo është budallik. Budallik. Nuk është e vërtet. E heqim. Francesca Murati thon vonish partneri, nuk do të gjej kurrë më mirë se unë 1.2 milion. I don't want to talk about this one. This is... Jo. No, we skip this one. Skip. Okej. Hajdu të tentojnë të vjedhin shtëpinë luksoze të Francesca Murati, dalin pamjet. Shumë portale. A isha unë? Isha tim duket. Isha unë? Për virale. More gjë si përfundim. Apo dole dur bashkë. Edhe për ku po shkojmë tani? Si do e vazhdojmë ditën tonë duke jetuar si të pasura? Atëherë, gjërat parë, pse si të pasura, po jetojmë. Po bëjmë luksin tani, prit. Okej, nëse për ty është normale, është tjetër. Shiko, unë kam vënë syrin tek një kelli tjetër që dua të marr, kështu që kam disa ditë që diskutoj për të shkuar për ta parë. Me që jemi bashkë, shkojmë i hedhim një sy, më jep dhe ti mua opinionin a ta marr mos ta marr. Dhe pastaj vazhdojmë për shopping, si thua. Okej. Se kemi një 3 orë derisa na hap fitari. Okej. Great. Marrim një kelli tjetër, pra. Okej, darling, tani ka kohë të blejmë. Tani do blejmë. Nuk është fiks për mua dhe për të rëndësin. Ta pucet janë zimë. Oh my god, është më e përgjaj. është shumë e përgjaj. është me outfitin e parë? New season Zimmerman. Nuk është shumë unë kjo? Super. Cutie. Shumë klasike. I like it. Love you. This lifestyle. Ky më duket. E morëm? E morëm. Ka të bukra këto. Provoj dhe unë, why not?
is my day, jo Kristianës day. Më them se kjo do vinë në shtëpinë më. Për kellin e ri. Si zan. Duke si zan. Okej, nga 1.000 euro, kjo është 12.500 euro. Për vetëm 12.500 euro. Anci. Hey. Sa të vërtin. Edhe ti, u ndrove? Po, bëna pak më casual, se është dhahen në starën, jeni më serioze. Okej. Mos e si. Sa ta mbaj tani? Mbaj, ta mbaj direkte. Bëjmë pagesë. Djali të lidhën në ndimon të mbledh pak këto, du të marrë këto, se këto, dhe këto, dhe adu. Dhe ato të lartë nëse keni masë të të. A mund të qëta ka papirës të më konsiderali? Po, papirë, në ndëri. Tapshi! We've got the juice. Po më hajt. Edhe unë. Tani në erdi Oreksi. Po. Hajtë me bismillah. Me bismillah, Zoti ta pranon. Tani unë porosin e kam bërë, që që na vinë ushimet edhe të më japësh vlerësimin e zgjedhjeve të mia. Besoj që janë zgjedhje shumë të mira për marrë me këto. Bëjmë një cheers. 3, 2, 1. Atë ka munguar havjari në Big? Shumë. Ishte një ndër gjërat që më mungonte. E ke bërë kërkesë edhe barofimit? Kam bërë shumë kërkesa, po atje ti e kushte barabartë me të gjithë. Me buxhete limituar. Kjo është, kështu që Edhe këto lloj luksesh. Për çdo gjë duhet të fitoje në buxhetin e javës dhe lukset e tilla nuk i kishin paketësisht. Po si ndryshoi jeta jote pas Bigut? Ndryshoj shumë. Për të mirë. Për të mirë. Gjithmonë, për të mirë. Ishte arsyeja pse u ktheva në Shqipëri, pse po jetoj këtu, pse po rri këtu. Gjeta një shoqëri shumë të bukur, një jetë të bukur në Shqipëri, lifestyle këtu dhe gjëja kryesore është për djalin tim, për normalisht ai është prioriteti i jetës time dhe jetesat që mbas Bigut filluam të bënim, që jetonim këtu në Shqipëri, jeta jonë ka qenë gjithmonë shumë mirë, po është frymë tjetër, po. Frymë tjetër dhe më ka dhënë një transformim komplet jetës. Unë patjetër faleminderit. Pa alkool. Pa alkool gjithmonë, ëh? Si ke qenë, do me thënë, ke qenë ndryshe si njeri dhe mund të kesh pas në një situatë që ka ndryshuar dhe e bërë kjo që je sot? Po. Përveç mëmësisë që besoj të transformon komplet, që të rrit, të bën mam, të kesh më përgjegjësi për gjërat që bën, ti mendosh ti je më larg pamës. Nuk je më ti prioriteti i jetës tënde. Gjithçka çfarë do bëj unë tani për të arritur këtë dashurinë e vogël që kam sjellë në jetë. Dhe patjetër, I want more kids, like. Sa do të pyesja? Nuk është se do më bësh pyesin të vetë gjithë. tjetër? Unë nuk jam njeri që kam bërë një djalë, duhet të bëj vetëm një djalë dhe jam happy. Unë kam dashur gjithmonë të bëj 4 fëmijë, ajo gjë nuk ka ndryshuar. Dhe sidomos kohët e fundit më ka hyrë një kështu që dua aq shumë të bëj një bebë se s'ke iden. Të bësh child me mother apo me vlla? Me të dyja, janë 4. Janë 4? Kur? Ja, rrugës. Nuk është ata. Nuk jam. Disa njerëz mund të shohin të jesh single kështu si like freedom. I'm free, se kalamaj do më ndalojnë. Unë kam lirinë të bëj çfarë të dua, kur të dua, por kur je re dhe je single dhe ndoshta karriera jote është prioriteti, okay, dakord. Po pastaj ti arrin një fazë të jetës dhe ti e kupton vërtet çfarë është vlera e jetës dhe kur ti e mendon që mund të shkosh në një farë moshe dhe ti nuk ke familjen tënde prej zgjedhjeve të tua është e dhimbshme. Është shumë e dhimbshme. Mirë, po të pyes. Si je në këtë fazë të jetës? Si je pak e dashuruar apo shumë e dashuruar apo si ndihesh ti? Si janë Unë jam e emocionet? dashuruar me jetën.
Me jetën. Jam e dashuruar me jetën, me familje, me njerëzit që kam pranë. Jeta pa dashuri nuk jetohet. E di që njerëzit duan të pyesin shumë për jetën time personale. Nuk kam folur ndonjëherë, s'kam për të filluar sot, edhe kur kam qenë në Big Brother, gjithkohës njerëzit më pyesnin për atë gjë. It's no one's business. Unë nuk kam treguar asnjëherë për familjen time apo jetën time private apo bashkëshortin apo whatever. It's no one's business. Është jeta ime dhe çfarë bëj unë me bashkëshortin tim, me fëmijën time, me prindërit e mi, është punë për mua. Njerëzit thonë pse nuk e poston ndonjëherë. Nuk dua. Do s'do ta kanë nxjerr një foto. Ma kanë nxjerr një. Nuk e di me kanë gjetur. Ta kanë nxjerr një foto. Jo, nuk dua. Dua të rri më private dhe këtë pjesë të jetës time ka qenë gjithmonë private, nuk e di pse. Do s'do kur je personazh publik, veç atë që nuk tregon, tek ajo do të lind më shumë. E di. A do hajmë nëse ti shumë pyetje ke po. Do hajmë. Gëzuar. E njerë, Champagne pa alkohol. Ta citon. Pa alkohol. Me shemi të ky muhabet. Po. Kush është gënjeshtra më e madhe që ke parë në portale për ty, që është folur dhe ke thënë, o zot, kanë arrit deri këtu? Po, janë disa që janë aq të frikshme dhe aq të turpshme që në fakt nuk ja vlen për të përmendur, është diçka që po qarkullon në media aktualisht, një tash e them, që mirë që nuk ka bazë, madje është search në TikTok, nuk ka bazë në asnjë, po është e turpshme, është e frikshme, është denigrim shumë i madh që edhe vetëm në lidhje me jetën personale është? Në lidhje me një person publike, gjithashtu që as nuk duhet të përmendem se as nuk e njoh të personin fare, se kam takuar kurrë në jetën time dhe as nuk e di se si është bërë si tem diskutimi, po është shokuese se si njerëzit i shpikin këto gjëra thjesht për të kapur një dy klikime që janë të pabazës, se ti futesh për ta lexuar atë lajm, s'ka asnjë foto, s'ka asnjë evidencë, s'ka asnjë gjë. Thjesht e shpikin, është sikur me i shkruajtur unë sot një media dhe me i thënë, "Hej se Francesca kështu dhe ato thjesht e printojnë pa asnjë verifikim. Pas një verifikim fare. Është e lotshme. Po. Thjesht duhet i bësh skip edhe. Nëse tek tu ke bën ai koment për mendimin tim mos e bëj. Mundom. Mos e bëj thjesht. Mërzitem shumë nga këto nga. Po unë jam Francesca Murati. Bravo. Ai dini ju apo jo? Te unë ti përgjigj. Tani për natë i terave thuj do haj haviar. Bravo. Kush më ka inat, ju përshëndesjeni shumë mirë. Tash do thoshin ai gjë tjetër. Po e prisja shumë zemrën për këtë gjë, ja. Tani nuk e di, ndoshta mua më ka zënë pak buka. Po sot kam kaluar shumë mirë me ty. Më surprizove një dy vende që kaloj atë kartën kështu sigurisht e ku di unë. Një letër. Po mos u surprizo, kaq lehtë se s'kam mbaruar akoma surpriza. Do bëjmë edhe një gjë tjetër të bukur, po prit. Po pse darka është pjesa më e bukur? Okej. Ndonjë hint, ndonjë gjë apo do ma lësh kështu surprizë fare? Nëse ishe e vëmendshme ta thash pak shpar, po s'po e zgjas më shumë. Vritë pak trunin. Unë një cappuccino pas buke në Milano e doja, apo... Kjo ishte se hikim. Ikim? Okej, duhet ikim të marrë pasaportën. Patjetër, se jo, Xhetin e kemi gati dhe mund të shkojmë. Xhetin. Ku të duash ti? Këtu ndoshta? Ku të duash? Rrisi në shtëpinë tënde. A do jetë ky fillurimi më i bukur? Them se po? Jemi bashkë. Nuk na doli vetëm një ditë që të shijoni dhe të bënim qef. Tani s'mund t'i bënim të gjitha gjërat mërnaditës, se edhe është pastaj konsumohet. Se më mirë i bëjmë ca sot, ca nesër, shijojmë pak më shumë. Kështu që sot, çfarë do bëjmë sot? Okej, sot do shkojmë për një udhëtim, siç e shkon normalisht jemi të qef. Dhe mendova të shkonim deri në Milano. Për qef, why not? Deri aty. Hajmë një drek aty, shijojmë pamjen, shopping. Tani unë jam me outfitin e dieshëm se më pëlqeu shumë edhe do bëj ca foto cute. A të bëjmë një foto? Po. A ke shkujtje? Bëjmë ti pastaj. Sa do bëjmë në New York, këtu kemi kohë. Gjithsesi këtë eksperiencë mund ta kishim kurrë pa boja jet. Besoj se do vizitoj pak më shpesh tani. Mirë, bëjmë një lojë një herë. Se jo, tani kemi në dispozicion. Unë kam një rubrikë shumë interesante që është me pyetje të cikletshme. Jo dash cikletshme, por janë edhe të shkurtra. Kemi bërë shumë pyetje cikletshme deri tani. Jo, këto janë të shkurtra, këtu nuk ke nevojë të shpjegohesh. Nuk ke nevojë të mendohesh shumë. Mëngjes herët apo natën vonë? Mëngjes herët, always.
Në zjojmë që më 4, në 6, s'kam problem fare. I Shqipërisë apo i huaj? Shqiptar apo? Always. Shqiptar? Ku ka më mirë? Shqiptar, cilo kuma. Bad guy apo nice guy? Nice guy, always. Nice guy? I do kështu gentle? Still keq me të, nuk ka... No, bad guy Bad është boys, për shembull, po no, bad boys. No, bad boys. Nice, No, bad nice boys, always. Edhe unë Charlie po e rris jetë nice boy. Gentleman. Gentleman, always. Të përgatitesh me fjalë apo me duar? Oh, this is a good one. Me fjalë. Me fjalë? Po një mirë mëngjes shpërbime. Oh, jemi pak njësoj, nuk e di, është dhe binjak, po unë zakonisht me binjakët. Të dominosh apo të dominoj? Mashkulli gjithmonë duhet dominoj. Nëse femra dominon, nuk funksionon. Po. Mashkulli gjithmonë duhet jetë lideri. Edhe femra të talej mashkullin të dominoj. Trum. Shpejt apo ngadalë? Slow and steady wins the race. Si me thënë, ngadal fitohet gara. Okej. Edhe kam edhe një pyetje të fundit që e kam pyetje në çdo episod. Okej. Një cica apo 3 cica? Qysha ka bërë, shumë se 2 cica. Unë për vetës kam 1 cica. Po të kisha 2 mjaftonin. Po mirë edhe unë të kuptoj. Tani 1 apo 3? Mendo 3, ha? Se e parë, mendo 3. Se heq jonën pak të nke ty, kurse kur ke një stil. Nuk e shtu. Më mirë bëllëk në këtë. Të ndjeva shumë në këtë përgjigje. Ne jemi members of the Itsy Bitsy Committee. Small boobs, big heart. Prandaj, po s'ti jep zot i gjitha, o do jesh mbushur knej, o do jesh mbushur knej. Ne kemi fatin që jemi mbushur knej dhe knej. Jam xheloze për ato që janë dhe këtu dhe këtu. Ato dominojnë botën. Nejse, ne nuk duam vetë se... S'duam, se të kishim tash kishim bërë. Pa. Një gjet largë është. Pa, një gjet largë. Po nuk dum dhe. Ka Po na leset pat me naturaliteti. Po lëvkis s'ka, tani do të ulemi se po rësohemi dhe... Duhet të lidhemi tani. Jemi duke shku për qef jo për hallë. Se do ma mërzitet stewardesës se na ka thënë 100 herë lidhuni dhe... Ajo nuk e di që këtu vetëm po plasi kontenti nuk mbaron. Veç video, foto. Është tregueshme mirë me ne në fakt. Po, i dhe stafin shumë të mirë. Shumë të mirë. Ai piloti ishte... Është single më duket. E më mirë. Se pastaj i bëjmë na bën ti xhirot. Kështu gjithkohë. Ju rregjitjet. She's sleeping, si intereson fare.